Që do të flasim për një lajm që na ardhur sot nga Salia e Partisë Demokratike që i referohet Shtetet Bashkuara të Amerikës për heqjen non grata të zotit Berisha. Megjithatë, konfirmim zyrtar ne nuk kemi deri tani nga Washingtoni për këtë lajm. Pra janë thjesht deklarata, njoftime të Selis Group, Partisë Demokratike. Por ndoshta institucionet amerikane mund të kenë publikuar diçka më shumë, ne deri tani nuk kemi ndonjë dhënë, por do të flasim për këtë me mikun e emisionit tonë, zotin Sadri Kortoçi, aktivist i Partisë Demokratike, njohës në ndjekës i zhvillimeve politike, jo vetëm atje, por edhe në Shqipëri, pavarësisht se ka mbi 3 dekada që është larguar nga dheu. Zoti Kortoçi, përshëndetje dhe faleminderit. Përshëndetje edhe ju. Zoti Berisha tha që i kanë hequr sanksionet. Ju si keni lexuar këtë lajm? Besoj keni parë zhvillimet në Tiranë sot. Ka ndonjë njoftim andaj nga Departamenti i Shtetit? Po në bazë të kollektive kërkime që bëna këtu se tash lajmet janë pothuajse botnore. Edhe një njeri që ndoshta nuk ka si lloj ideje kush është interneti, vetëm bën një postim në Facebook ose në social media ose në TikTok edhe është e merr vesh gjithë bota. Sa u ngrita nga gjumi pash hapa telefonin, shoh mesazhin Messenger nga më ndryshme që ishin bombarduar. Po, kishin dërguar klipet intervistave të Berishës dhe këto, unë në vërtet kam qenë dirt part, kur kam thonë që non grata ka qenë e dizajnume nga Edi Rama, George Soros, Antony Blinken. Edhe mediat shqiptare më kanë hedhë në shpim në atë moment kur kam thonë se thanë si ka mundësi që Partia Socialiste e Edi Rama mundet me arrit në Departamentin e Shtetit me bën non grata Berishën. Edhe Departamenti i Shtetit njerëz janë. Antony Blinken, sikur kam thënë në intervistën e parë që kam dhënë në syri televizor, në Ora News, në ato kanalet e tjera shqiptare, se tash kam harruar Fox News, kam thënë që Antony Blinken është qytetar si gjithë qytetarët e tjerë, ka një pozitë, ka qenë mik, bashk biznes kanë bërë bashkë me George Sorosin. Dijen raporte që ka pas Edi Rama me George Soros dhe më ka qenë një nga vasalt ose miqtë ose vasalt, si doni ta parafrazojmë, i George Sorosit. Kështu që thjesht për hir të pushtetit të tij i ka thonë, lutem jepja një non grata, i takon apo si takon. Si do me qenë, nuk mundem me thonë që çdo gjë ka qenë 100% e vërtet me non gratën e Berishës, mundem me pas disa gjëra edhe vetë Amerika ke raportet e Sali Berishës me Departamentin e Shtetit, por në vërtet mu ka duk se një person që ka qenë jashtë pushtetit për 8 vite edhe nuk ka pas asnjë lloj force, asnjë lloj pushteti, bëhet non grata ka qenë diçka domethënë jashtë realitetit. Por fakti është se ndryshimi i administrat në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, gjithë demokrat, gjithë ajo pjesa që kanë vite që dalin e protestojnë rrugë kundra qeverisjes, kishin shpresë se një moment Departamenti i Shtetit ka për të hequr non gratën. Por sikur se tash, këto janë lajme që kam marrë nga Shqipëria, këtu me qa pash nuk ka informacion zyrtar, domethënë nuk ka eksakt një burim zyrtar që thotë që nga deklarata e Berishës duket se kur Berishi është dhënë drejta të vinë në Washington. Ndoshta ajo non grata nuk është heq si non gratë, si vendim, por nëse lejohet që të vinë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, domethënë çdo gjë është konfirmuar domethënë nga Departamenti i Shtetit. Pra ju thoni që me këtë analizë ju bëni, duke qenë se s'ka një informacion zyrtar, mendoni që Berishës nuk i është hequr non grata, por i është dhënë leja që të shkojë në Amerikë. Po,
Unë pash një deklarat të Berishës që tha unë s'kam qenë asnjë nën grata. Edhe në të vërtet, ai gjithmonë ka ngulmu këtë se sikur se thash përpara, kjo ka qenë një nën gratë, domethënë që nuk ka qenë në vërtet në vërtet e bazuar në fakte, domethënë që Berisha ka prova mjaftueshme për korrupsion, për shitje të interesave kombëtare në raport me qeverinë amerikane që ka dëmtuar marrëdhëniet e qeverisë amerikane. Domethënë thjesht ka qenë komplet e dizajnuar nga Edi Rama me George Sorosin edhe Antony Blinken. Po si mund funksionojnë institucionet amerikane kështu, Sadri, që një kryeminist i një vendi të loboj, atëherë i bie që 200 kryeministra në botë të lobojnë, institucionet amerikane mund shpallin në grada pafund? Në gjë, kur njerëzit ta kuptojnë se këtë bota është një lloj. Këtë planeti përbohet njerëzit qenja njerëzore në planet. Gjuhët janë të ndryshme, por ambicia është e njëjtë edhe qenjet njerëzore pothuajse kanë të njëjtin instinkt. Në vërtet nuk duhet me qenë ashtu si thua ti, por edhe këtu ke në qeverinë amerikane ka dhe do të ketë njerëz që nuk e zbatojnë 100% ligjin, edhe shkojnë si më thon, në Shqipëri thon varet kë njeh e jo sa njeh. Se unë kam njohur për shembull pak a shumë i kam njohur kresh shqiptarët e Amerikës në kuptimin e fjalës se kam punu me shqiptar, kam pas kam bërë fotografie kështu, por nëse ti njeh një person që ka pesh, ndryshon situata. Kështu që ju jeni me idenë e kryeministrit që duhet kemi turizëm elitar, që të jetë një sa për 100, jo të vinë 100 që të harxojnë nga 100 euro në ditë, po të vinë një që të harxojnë 1000. Mos ta ndryshojmë temën Dilber, po flasim këtu për Dakor, për shumë për batut për Po flasim nëse kjo është e vërtet. Nëse vërtet Departamenti i Shtetit i ka dhënë okay Salibris me ardhmë në Amerikë, kjo në vërtet është një diçka, një moment, ndoshta kisha më thonë një moment shumë historik. Për disa arsye. Arsyeja e parë është pse pikërisht bëhet ajo nën grata në këtë moment. Domthonë jepet okay të vinë, domthonë të lehet të vinë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. A ka lidhje kjo me protesta që sot në Shqipëri po bën ka 10 ditë, edhe është ndërkombëtarizuar, domthonë çështja shqiptare është edhe njerëzit që janë edhe fëmijë studentë shkollor kanë pa ato reels, kanë pa Instagram, TikTok, ato protesta që ka plus, me thonë, anë mbanë botën nga shqiptarët, nga amerikanët, nga të huj që kanë qenë në Shqipëri, dhe më në është bërë lajmë ndërkombëtar. Po pse pikërisht në këtë moment? Kur i shikon protestat, gjithë protestuesit thonë të largojmë klasën politike që ka qenë të 30 vite, të largojmë Edi Ramën, të futim Edi Ramën në burg, të futim Salibrishin në burg, nuk kanë pranuar asnjë lloj pakti me parti që janë sot, ose që kanë qenë pushtet, ose që kanë disa votues. Po në fundit, Amerika është konsoliduar si shtet, prandaj është ku është, edhe ka forcën e vet. Kur e llogarit, nëse Edi Rama thot, okay, nesër du me shku në votim, e mbyll, domthonë jap dorëheqje, du me dërgu vendin në election, votime të reja, me bën një qeveri teknike. Po kush ka për ta bërë qeverinë teknike? Populli thot që do e bëjmë ne, po nuk bëhet qeveria teknike. Kemi shumë të vërtira që kanë shpallur qeverinë teknike, besoj keni parë orët e fundit. Po në gjë, edhe mundet mu bë qeveria teknike nga një grup organizatorës të protestës, por në fundit do miratohet nga 2 parti që janë në parlament, se Shqipëria është republikë parlamentare. Domthonë, aty do votohet ajo qeveri nëse Edi Rama. Do votojnë po Rama me Berishën në parlament. Ata deputet që ata njerëz që dalin sot i kanë zgjedh, të 2 palët. Sistemi është bërë nga vetë shqiptarët. Domthonë, na kena bërë sistemin, unë, ti, Berisha, Rama, ata parlamentarë që janë Berishës e parlamentarët e Ramës, këta janë shqiptarë zëni, këtë shtet kena prodhu për 35 vite. Edhe është shumë vështirë, domthonë se nuk ka mundësi që
se del një turm, ka më ndryshu çdo gjë brenda 24 orëve. Është mentaliteti, unë kam thonë që mentaliteti në Shqipëri është komplet ndryshe prej botës. Nuk mundesh ti, pse ke pa Amerikën që, ose Suedinë, ose vende që kanë zhvillim, kanë ligj, kanë shtet, kanë kriju shtet me kohë, domon që me ndryshu çdo gjë brenda 24 orëve. Ti ke ndërtu Shqipërinë, ke ndërtu Shqipërinë pa leje, ajo gjë nuk ka për të ndryshuar. Ti ndryshon mentalitetin, prap ke për dalë rrugë e mu ballafaqu me trafikun. Keme shku ke spitale ku nuk ka ilaçe, keme shku ke spitale që nuk ka parkim, keme shku ke doktorit që duhet me paguar. Është shumë vështirë në teori mundesh me thonë, libra e bën, libra në film i bën çdo gjë, por problemi është aktual. Ti vjen në Shqipëri, domon kur vjen në aeroport, aty fillon ballafaqimi me jetën aktuale në Shqipëri. Aty ballafaqohesh se del në rrugë, dalë polisi kot, shkon trafik, futet tjetër pa leje, futet kundra tabel, të futet me shpejtësi që rrezikosh me ta marrë jetën. Du me thonë se kalon nga një subjekt në një subjekt tjetër. Kjo është Shqipëria, ndërsa Amerika nëse shef që mjaft është mjaft, nëse shef e ka pa, sigurisht e din edhe ndoshta edhe më mirë se sa dim unë e ti, domon korrupsionin, aferat, lidhjet e qeverisë Rama me mafien, me kompania që janë offshore, gjitha këto. E fakti që është termi i katërt në qeveri, populli është ngrit komplet në protesta, anë mon bos, atëherë thotë okay. Çfarë bëjmë, ta heqim Ramët, bëjmë një qeveri teknike, ta çojmë vendin zgjedhje. Por ndihmon Berishën kjo heqja e non-gratës, nëse është hequr, por nëse shkojmë në zgjedhjet parakoshme tani? Sigurisht që ndihmon. Sigurisht që Partia Demokratike është forcë, a kupton, Partia Demokratike ka elektorat. Po duhet të ndërtoj edhe moralin rreth partisë tani, edhe me individet, plus që atë që mund ta heqë edhe bashkura është vështirë që ta heqin qytetarët shqiptar, për faktin që ata e njohin Berishën, apo jo? A mund të besohet tek një individ për shpresën për të ardhmen në moshën 80 e kusur, apo ndoshta mendoni që Berishës mund të jetë hequr kjo nëse është hequr, me marrëveshje që ne do ta heqim, por ti hap krahun. Ashtu sikur e tha ai, që mua ma thanë përpara se të ma vendosin non-gratën, që unë nuk ika, ata më dizenjuan. Nëse gjithmonë kena qenë populli vogël që s'kena vendosur, sikurse prap vjen këtë çështja këtë mëdhej. Sado që ti jetë vegjël të mëdhej tani, ne sado që jemi këtu, kanë ditë për ditë Reutersi me Associated Press që transmetojnë live këtë, për lajm botror. Pra ne po them, por shqiptarët, unë shikosh në krahun tim, demokratë thashin çfarë do bëj Amerika, vetëm shpresat ke ju i kena. Amerika nuk e merr dorën tonë me fut në kuti. Amerika të jep një drejtim edhe e shoh që ndoshta kur një qeveri e ka shkel me popullin e vet, mundohet me bë një ndryshim, do zgjedhën Amerika ka përzgjedh gjithmonë ata lider që i përshtaten qeverisë amerikane, nuk kanë qef këta me pas njerëz që të kundërshtojnë ose nuk shkojnë mas interesave të Shtetit të Bashkuar të Amerikës. Kjo është ka qenë, është edhe do ngjelet ashtu. Për gjithmonë, ajo është reale, edhe Berisha, edhe Rama, normalisht ka për të marrë njerëz rreth veti që nuk e kundërshtojnë, njerëz që ja zbatojnë urdhat. Kjo është, domthonë, logjika njerëzore. E shpjegon kjo fakti Sadri që Berisha prandaj mbajti krahun e investimit në Zvërnec? Investimet, sikur se thash në paraqitjen e parë para një javë kur ishim bashkë, investimet kanë qenë. Nuk e dinim që do hiqej non-grata. Tani e shpjegon kjo pse Berisha ishte pro investimit? Një gjë, Amerika është superfuqi, Amerika është shtet që na ka ndihmuar. Nuk është sikur edhe ata protestues që kanë thonë, nuk ka qenë Zvërneci, ajo se njerëzit kanë dalë në shesh. Absolutisht. Zvërneci ka qenë ajo Shkëndia domon që ka ndez komplet pyllin, por problemi është këtu, se investimet kanë qenë të domosdoshme, vetëm shikoja nga Velipoja deri në Saran, domon vetëm Konispoli, right?
si ka Ishte fjalën për ishujt Ksamilin. Ksamilin, se ta shkoni spolje, se të u bon edhe vite. Ksamilin, vetëm ta shikosh Ksamilin, domthon është bukur, por me pas qenë një kompani e madhe, një fuqi e madhe, domthon që e zgjedh problemin e tokave, aty do ishte bën një resort shumë e bukur. Shqipëria do kishte pas 1 second. Po, resorti mund të qenë shumë i bukur Sadri, por jo të gjithë mund të kishin pasur mundësinë që të shkonin atje siç shkojnë tani. Dakor. Por është bo Meksika, është bo Dominican Republic, janë bo gjitha vendet këto Karaibe, domthonjë janë bo me njerëz nga Franca, nga Spanja, nga Amerika, domthonjë është bashkim monetar i disa njerëz që kanë fuqi monetare dhe ndërtojnë një resort. Ajo absolutisht edhe unë kam qenë prej 90-s, kur kam pa që kanë ardhur domthonjë investitorët e parë kosovar që ndërtoshin fabrika tullash e kështu gjonash ose disa investimet vogla, por me ndryshimin e sistemit, futjen ma shumë në kapitalizëm, çdo qeveri që ka ardhur, gjithë ta investitorë të huaj që kanë ardhur, kanë gjetë pengesa më e madhe ka qenë pengesa e pronës. Amerikanët edhe njerëzit që vinë, që kanë arrit me bo një fortune, domthonjë me kanë arrit me pas një mundësi me investuar, nuk investojnë, po nuk i zgjedhën problemi tokës. Ajo është 1,000,000%. 1,000,000% është garantuar që ata nuk e derën asnjë dollar. E dyta, edhe nëse sikur ka qenë problemi tokës i zgjidhën, qeveritarë që kanë qenë aktual në pushtet, pa marrë parasysh se cila palë ka qenë, ju kanë kërku para se me fillu projektin. Nëse ti ke një projekt $100 milion, ka thonë i dum $20 milion. Kjo, iku. Momenti është se kur u dha Sazdani, kur u dha Zvërneci, ishte momenti që Rama mendon se do rrinë pushtet nëpërmes Trumpit, kur ai Rama është që ka bën intervistë përpara në fushatën e parë kur ishte Trump, tha ky është një rrezik për botën, është një rrezik për Evropën, një rrezik për Shtetet e Bashkuara të Amerikës, sa nuk e meriton me qenë president. Ky është Rama. Tash herën e dytë, Rama u përgatit me 2 llogor, u përgatit bëni një libër gruaja vet për Kamala Harris, e mendoj se po del Kamala, edhe tash e promovon atë librin e Kamala Harris. Nga ana tjetër bëni lidhjet me Kushner, me vajzën e Trumpit. Pse? Se e diti se ndoshta ka shanse që Trumpi me qenë prap president. Edhe kur vjen momenti, ai e fut vajzën e vet, që ajo është investitor burri vet. Një sekond, çmenëm të telefonat sot. Sadri, besoj jam i sigurt që telefonata vijnë nga Shqipëria për të pyetur edhe për këtë që ne po flasim. Kështu që momenti, sikur se tash, momenti sot, nëse Berishës, ju shesh në ngrata, nëse Berisha është i mirësardhë në departamentin e shtetit, kjo është një ugur i mirë për gjithë ata njerëz që kanë dalë në protestë, për Shqipërinë vërtet, se normalisht gjithë demokrat, ose ata njerëz që janë votues Partisë Demokratike, normalisht do ngrehen në protest. Edhe pjesa që janë në shesh, nëse ata krijojnë formacion politik, është shumë gjë mirë domon formacion politik i protestuesve, formacioni politik i Partisë Demokratike, formacioni politik i Partisë Socialiste, atëherë populli do votojë për ata njerëz që mendojnë që i përfaqësojnë. Nëse shumica anon ke protestuesit, ke formacionin e tyre, marrin pushtetin edhe ta gëzojnë. Sadri, dhe diçka kam, të lutem. Me këtë që ndodhi sot, mendoni që sonte në protest nuk do ketë më thirrje Rama në burg, Berisha në burg, por vetëm Rama në burg dhe jo Berisha në burg? Kjo është, domon, unë apo mund të edhe tek Shtetet e Bashkuara, nëse kjo është zyrtare. Mundësia ime, domon, si qytetar shqiptar, sikur njeri është me fol. Njeriu ka, domon, e drejta e fjalës, se drejtën e fjalës nuk do të ta heq njeri. Unë gjithmonë
ku kom pas mundësin, çdo lloj video, çdo lloj komenti, jam mundu me shpreh pak kënaqësi ndaj Edi Ramës. Nuk kam asnjë gjë personale me Edi Ramën si person. Në të fushën e vetë të artit, të sportit, për politikë. Unë thjesht për politikë, do më një mënu që gjithmonë me fol kundra padrejtësive ose kundra atyre që ka mënu unë si person që Edi Rami ka bon kundërshtim me interesat atyre që kanë votuar. Tashi, cila ishte pyetja edhe një herë, fal. Sonde do ketë thirrje vetëm për Berishën apo edhe vetëm për Ramën apo vetëm edhe për Berishën? Turma është turm. Unë e thash edhe i bona disa komente njerëzve se një nga këto njerëzve që organizon protestën paradën shqiptare, Albanian Roots, kishe bërë një status para diç, Rama, jam në Shqipëri dhe thashë Ramanburg, Berishanburg. Kjo është për mendimin tem, unë që mendoj. Ajo është thjesht term i diktaturës proletariatit. Nuk mundesh me thonë popull, në emër të popullit e dënojmë Dylberin, e dënojmë Edi Ramën, e dënojmë Sali Berishën. Në demokraci njerëzit dënohen me votë. Vetëm ajo është që njeriu e ti nxjerr nga politika, e nëse drejtësia ka prova ta dënojnë. A është drejtësia e pavarur në Shqipëri? Nuk është e pavarur, se gjithmonë ka qenë e varur. A është drejtësia e intimiduar? A është drejtësia e bleme, në kuptimin e fjalës së bleme, kur ti bën korrupsion edhe merr para në kundrejt çështjes? Po, është e vërtetë ajo që sot drejtësia, çdo njëri që ka kaluar në ato instancat e drejtësisë ka paguar në një mënyrë ose një tjetër, ka paguar këtë drejtësia. Kështu që ajo fraza Berishanburg, Ramanburg, mu nuk e më duket, jo përse se meriton, për shembull, po flasim Rama me qenë po ata më mirë me thonë Ramanburg, Raman në shtëpi ose Belindanburg. Pse nuk e përmendën Belindën? Pse nuk e përmendën Belinda? Belinda që u kap, si me thonë, nuk ka lidhje, në Shqipëri ka qenë një shprehje i ke zbrit peles nga mrapa. Edhe ai tha, jo tha s'kam i ke zbrit nga mrapa. Kështu që në fakti është që prokuroria e ka shpall dëmën se ka bë korrupsion. Rama e fali me parlament se ka shumicën e votave. Po mu ma vitë edhe një fakt se si ka mundësi që asnjë nga llogorët e Partisë Socialiste, një person i gjallë me dalë me thonë që, ore, a ka mundësi që Edi Rama për 13 vite ka bërë diçka gabim? Asnjë. E ndërsa gjithmonë demokrat, unë kam thënë se Partia Demokratike nuk është parti ushtarësh. Kur unë për shembull flas diçka që e shoh pa drejt ndoshta ke Partia Demokratike, më thonë, ti kundërshtove Partinë Demokratike, ti e le Partinë Demokratike. Ora njerëz, të më kuptuat që nëse ti kërkon që vendet shkojnë përpara, duhet me dhënë edhe kritika, po nuk do të thonë që ti ike nga Partia Demokratike. Nuk do të thonë që se mundet edhe lideri i Partisë Demokratike me qenë gabim. Po masa nuk duhet me qenë gabim. Nëse ti i gjatë i ke ato ide të gjata, pa marrë parasysh se i gjatë edhe Basha ishte, po në një moment erdhi që demokrat mendon se nuk i ka përfaqësuar, i ka tratuar edhe e lanë. Kështu që mu habit një fakt se si ka mundësi që asnjë deputet, asnjë kryetar partije, kryetar i këtyre partive në përrethë, ose një kryetar bashkie, ose një socialist me dalë me thonë që ore, këtë e mendojmë gabim. Këtu është bë gabim. Po gjithë janë, si me thonë, rresht, edhe kur del Rama qeshin, se ajo është cirk, a i bën cirk. Normalisht të qeshin, ndoshta në vetvete nuk pajtohen me atë, po Rama është bë tamam sikur ato njerëzit që shkëshin ke cirku i Tiranës. Se të shesh në pozicionin domethënë se ka shku në një pikë domethënë që edhe ata njerëz që kanë marrë pushtet e ka shumë vështirë me nga pushteti, se është i varur nga
nga oligarkët, është i varur nga mediat, është i varur nga lidhjet e tij me njerëzit e drogës dhe të terrorit, nuk është e kollajshëm. Prandaj ai mundohet me çdo lloj mënyre, domethënë me financime, mundohet mes intimidimit, mes mediave, me qenë pushtet deri në atë moment që nuk populli ndoshta ka për të ngrit me forcë, me heq komplet regjimin e tij. Sadri, unë falenderoj shumë për bisedën dhe shpresoj që deri në bisedën e radhës kemi ndonjë lajm nga Departamenti i Shtetit, nëse ka diçka zyrtare apo jo për heqjen e nëngrave. Dilber, populli thashë i Zoti e nxjerr qiellin, si ka qenë ajo shprehja. Gomar nga balta. Gomar nga balta. Shqiptarët, sikur se thash, Amerika ka forcë, ne s'kena qenë asnjëherë se kena ndryshuar pushtetin me votë, është fatkeqësi për ne si kom, vërtet. Kombi shqiptar, por në Kosovë, ajo pjesa që rrin në Kosovë duket se kanë një çështje tjetër për sa i përket votimit, i numërojnë edhe japin dorën njëri tjetrit, por ne në Shqipëri, nga që ndoshta kena qenë në komunizëm, nuk e di se kush është shumë përpara. Edhe për fat Kosova në aspektin e votimit, në aspektin e fushatave, janë ndoshta para sot edhe me Amerikën. Edhe me Amerikën, kuptoj fjalës, mbarojnë votimin në orën 7, në orën 9 ka dalë rezultati. Domethënë ajo është për një shtet që është 15 shtet, është një diçka domethënë e paarritshme. Ndërsa ne në Shqipëri kena vite që vjedhem njëna palë, vjedh njëna tjetër, akuzojnë njëna tjetër, nuk janë njohur votimin njëri tjetrit, domethënë këtë sistem e kena bërë vetë. Sadri, si demokraci. Më pëlqen që gjithmonë në retorikën tuaj ju thoni ne në Shqipëri. Pra ju e ndjeni veten që jeni këtu. E keni menduar të vini protest apo jo? Po në vërtet, sikur se thash, do kisha pas shumë dëshirë me qenë protest. Unë tash ma kujtovi 90-ën, kohën e 90-ës, që isha i kyçur ke televizorit, se më thonë. Dhe ishte adrenalin i veçantë kur i shoh, ishte mallëngjim kur i shoh njerëzit se si vjen nëpër sponda ato muzikën, kur e shef domosdoshmë që ne kena humbur mjaft territor si komb. Kena shekuj që na morrin tokën, që na domosdoshmë 500-600 vjet përpara që na debuo me turqe, me hujt, si më thonë, me serb, e me malazes. Vazhdimisht kena lënë njerëz pra dhe për kom për këtë troje. Sot në demokraci vjen momenti që prap shqiptarët e shkret më ngrit për hir me mbrojt trojet e veta. Jo se ka diçka të keqe investimi, por janë bërë shumë zullume në Shqipëri, sidomos të 15 vitet e fundit, 13 vitet e fundit me qeverinë socialiste, merrja njerëzve toka, shko e ndërton atje, jepja oligarkëve, njerëzve ka ardhur në një moment që vjen mushët kupa edhe nuk duron më. Kjo është domosdoshmë që kur i shef ato video, i shef ato njerëz të rinj dalin në shesh, domosdoshmë edhe të vjen me qajt. Kur vjen ato moj Shqipni e mjera Shqipni, kush ka qit me kryen hi. Nga gjitha nga gjitha këto që njerëzit secili e bën edhe më të mallëngjyshme atë vetë, sidomos për ne që kena e kena lënë vendin ton. Është në vërtet e kam thonë në disa paraqitje, çdo njeri ka ikë jashtë, ka ikë për një jetë më të qetë, ndoshta për një jetë që ka pas më shumë prosperitet ose ka dhënë më shumë sistemi ku veprojnë, po secili nga këta që janë jashtë shtetit prapë në vetë shqiptar, se kujtimet, familja, lidhja me tokën. Unë kam pas një profesor që kam pas në fakultet, Pirovizi, kur vllai im u arratis nga Shqipëria, tha, një ditë ka për të kthy, tha, se ajo afshi tokës, tha, ka për të kthy në Shqipëri, tha. Edhe ka për të ardhur, për të taku, domethënë ishte koha sistemi komunist asë koha. Edhe mu duk sikur po fliste diçka pa lidhje, këto si thonë, thash, si ka mundësi për së, tha, sistemi ka për ndryshu, tha,
e kur ndryshojnë sistemi, ai ka për të kthy thasë ai afshi tokës. Kështu që na do të shkojmë. Ju po thoni që ata që janë kthyer dhe për këtë protest i ka thirrur toka. Exact. Se vinë shqiptarët, çdo njëri që vjen në Shqipëri, e din që harxojnë 2 fish e 3 fish marrë në kohën e verës, domethënë që kushton një bilet marrë për një person $1,500-1,600. Vetëm që të vinë në aeroport, tulet në aeroport, pastaj fillojnë ato shpenzimet tjera, po secili vjen se me $1,500 ti mundesh me shku ndoshta bashkë me bashkëshortën në Republikën Dominikane, rrin një javë në rezorta dhe je si pasha, si i thonë. Por thjesht vende, është era tokës, janë njerëzit, janë ato kujtimet, janë lidhjet me familjen, nihesh i lirë, je në vendin tonë, flet gjuhën shqip. Këtu ku do të shkosh, për shembull unë do shkoj edhe kërkoj me pi kafe me shqiptarë. Unë s'tem që s'njoh amerikanë edhe kam edhe amerikanë që hyje dalë me ta, po gjithsesi lidhjen e kam me gjakun tim, me shqiptarët. S'ka lidhja, a kupton, është shqiptar. Aty është bukuria, domethënë se të bashkon diçka, të bashkon gjuha, të bashkon një traditë, bashkon një kujtim, bashkon një shok ndoshta që kena pas përbashkët. A kupton, janë me mira arsye, domethënë që kena kalu për gjatë shekujve që duhet me qenë bashkë. Duhet me qenë bashkë. Gjaku s'bëhet ujë, Sadri, të falenderoj shumë. Ju përshëndes edhe ju, uroj një ditë shumë mirë për ju. Gjithashtu edhe për ju.